Menjëherë pas rikonfirmimit si drejtues politik i Partisë Socialiste në qarkun e Vlorës dhe detyrave të lëna në takimin e fundjavës me deputet dhe ministra, Blendi Çuçi ka thirrur mbledhjen e Asamblesë së Partisë Socialiste të Vlorës. Në këtë mbledhje u diskutua për sfidat e së ardhmes në vijim të betejave elektorale, por dhe përmirësimit të shërbimit ndaj qytetarëve nga institucionet e shtetit dhe të pushtetit në Vlorë. Mbledhja u hap nga kryetari i Partisë Socialiste të Vlorës, Klevis Kaso, i cili e vendosi theksin te riorganizimi i strukturave të partisë, si një hap i rëndësishëm për të ndezur motorët e përgatitjes për garat e ardhshme elektorale. Kaso vlerësoi punën e deritanishme të socialistëve, ndërsa kërkoi angazhim maksimal në procesin e rienergjizimit të strukturave, si dhe organizimin e punës që nga organizatat socialiste që janë shumë të rëndësishme dhe deri tek strukturat më të larta të partisë. Ndërsa drejtuesi politik i Partisë Socialiste në qarkun e Vlorës, Blendi Çuçi, është shprehur i ashpër, ku kërkoi më shumë përgjegjësi nga drejtuesit e institucioneve për dëgjimin, adresimin dhe zgjidhjen e problemeve të qytetarëve. Çuçi kërkoi prej deputetëve, drejtuesve të institucioneve të shtetit dhe të Bashkisë së Vlorës që të zbresin në terren për të takuar më shumë qytetarët. Sipas drejtuesit politik në mbledhjen e Asamblesë së Partisë Socialiste, ku diskutuam hapur për sfidat që kemi përpara dhe për përgjegjësinë që mbajmë ndaj qytetarëve, më shumë angazhim, më shumë punë konkrete dhe më shumë kohë pranë njerëzve. Fokusi ynë mbetet i qartë: zhvillim ekonomik, forcimi i shtetit të së drejtës, si dhe përmirësimi i jetës së çdo familjeje shqiptare. Me besim të plotë te Partia Socialiste dhe te vizioni ynë i përbashkët, vijojmë me vendosmëri të çojmë përpara Vlorën, shpreh Çuçi. Deputetët dhe ministrat me udhëzim të kryeministrit Rama do të nisin këtë javë një tur takimesh në të gjithë vendin, të quajtur Punët për Shqipërinë. Ky tur konsiderohet një fushat paraprake, ndërkohë edhe kryetarët e bashkive pritet të zhvillojnë takime me qytetarët për të dhënë llogari mbi premtimet e bëra, si dhe realizimin e tyre.